Pyetjet pyetëm ose Po, pyetjet pyeti. Shpresoj që me morë edhe përgjigjen mbas kuvendit. Po shkojmë edhe sot në seancën e kuvendit. Siç kam thënë edhe në kaluar, konsiderim të kuvendit dhe qeverisë si në të kaluarën e gjithmonë, vështirë të bëhet pa një marrëveshje politike, koalicionit i cili e përcakton, e definon dhe vendos shumicën parlamentare. Dhe ajo shumicë zgjedh kryetarin e kuvendit dhe zgjedh dhe qeverinë dhe qeverisë me vendin sipas mandatit ligjor të dhënë nga qytetarët e Kosovës dhe sipas ligjeve e Kushtetutës së Kosovës. Shpresoj e besoj ato që tash një kohë jam duke i thënë, njerëzit ta kuptojnë. Kjo është rruga që ndërtohen institucionet, kjo është rruga që bëhet politika gjithku në botë, kështu është bërë Kosovë deri me tani. Marrëveshje politike duhet të ndërtohet para se mu fut në kuvend dhe ajo shumicë pastaj udhëheq në ndërtimin e institucioneve prej kryetarit të kuvendit e deri në qeveri. Dhe po pres dhe po besoj që kjo shumë shpejt do të ndodhë, sepse kjo është interesi i vendit tonë i Kosovës. Për më tepër, besoj masi të kryhet seanca, jam i gatshëm të zgjeroj bisedimin. Po të një parafrim mes juve dhe lëvizjes së vendosje. A nuk pat marrëveshje politike? Sipas vendimit.